frymën në këtë gjendje për partinë. Si do që t'ishte, kupton, mas 2000, unë kam thonë, të paktën unë jam ndërpolitikan që kam thonë që Lulbashi s'u bë kur kryetari i PD-s, ka qenë kur kryetari, ka qenë thjesht një administrator ose një CEO i PD-s. Berisha sikur kur në kryetari i Partisë Demokratike ka qenë ai që kontrollonte gjithçka Partitë Demokratike dhe kjo pa mjaft qartë. Edhe pas vendimit të 9 shtatorit që unë them që ishte pasurim që kam kritikuar dhe ka qenë gabim i madh ajo që u bën për Berishën, por kam një bindje që ka qenë një strategji të dyve, sepse po shikosh Berisha nuk shkote më tepër se thoshte Besthyri edhe Lulbrava. Kaq, nuk thosh asgjë tjetër më. Dhe tani e ke gjurë e Berishën ti, as gjatë zgjedhjeve, as më aty të marrë terror, aty është Basha. Në qetë vetë, në punë vetë, në historit vetë, edhe asë lloj akuze që thoshte ka bëkte familje, që se ai Berisha ti kur do të hyn shtëpi, të hyn krevat. Të hyn krevat ai. Nuk lën gjë ai, po nuk lën gjë më po tash kur do që të trondite. Ama atë që duhet që ta merr lut me një nuanca politike kështu, sa paranome që thonë qytetarë dhe popullit e kryen punën. Kështu që kjo ka qenë një marrëveshje e pastër që ti na marrësh në këtë formë, që unë tiken në këtë formë edhe hyn lutë civile u vran demokratët me 8 janar që të mërshme. Ta ta falin demokratët ty si është ose qytetar gri, pjesa gri, po sta fal pra. Nuk ta fal se nuk e harron. Nuk e harrojmë. Bosh vlla me vlla luftë. Kjo funi. Tani Berisha me 11 dhjetor të 2021-shit tha do vi me datë 8 janar. Ç'se janë me 20, 25, 27. Ky tjetri më të thoshte vazhdon të bukurizonte. Pse bukurizoi? Pse e boni? Sa doje, ç'a nuk boni më atë? Pse e boni? Pse godina partia? Po merrem partinë, godinën. A kupton? Edhe si janari jon atëherë. Fatos nano ku që me 14 shtator. Merrem me godinën aty, e prapë erdhi godinë. Sola e fundit. Kurse këta marrë si janar që pra njerëzit. Ata du godina se gurët e godinës, ato janë tani në partia, ai pushtetje, jo më partia e njerëzit. Ai janë militantët, janë antarësia. Partia është në cot tjetër, komplet. Nuk është gurët, partia tash që ka Berisha, Fremunoga, Albana Boshe. Dakor. Se po të cënu gurët e tyre, po i shatë tyre, po këtë një të tyre, ke kundërshtim. E qartë. Sola, pyetjen e fundit jo për sensacion, këtë ma beso, po të pyetur sinqerisht sepse ju keni patur gjithmonë në shpirtin kundërshtues edhe për të ngritur zërin dhe për të thënë ato që nuk shkojnë. Në këtë kohë që jeni aktualisht i larguar nga Partia Demokratike, shihni një mundësi të re bashkëpunimi me një subjekt politik, qoftë PS apo një forcë tjetër në të ardhmen? E thash jo për sensacion, doja të di nëse do të vazhdosh të jesh angazhuar në këtë lloj forme në politikë. Po, miku im. Po. Atë bunë që keti ty afër, unë kam pas ndoshta jo keq kuptim, po në moment as që mbete, po themi një shikim ndryshe me njëri tjetrin. Po atë burrë që shefti aty nuk ka lënë protestë, shif, top, drejt shejton. Ja çapa ty zvarritë me shumë tjerë, pa diskutim, por shumë tjerë. Po thjesht këto miku im ti thosh atë parti nuk ka më meritokraci. Pa diskutim që një parti nuk ka meritokraci 100%. Po të vlej që 80% jetë meritokraci, 20% jetë ato servita ato gjëra që përfitojnë. Po jo tani 80 servita 80%, 10%, 20% është meritokraci ose më pak tani, dhe kjo është deformuar totalisht. Ç'i do të thotë? Berisha thotë kështu aty. Kjo është shtëpia ime. Unë jam baba, kjo është shtëpia ime. Dhe nuk ndryshon, e qartë. Nuk derën, kre për jashtë dhe shko ku dush. Kre shtëpi tjetër, shko shtëpi tjetër, unë nuk pranoj. E qartë, Sola, të falenderoj shumë. Të falenderoj. Se jam në limitë më mirë kupto për kohën, Me shumë kënaqësi do ftoj sërish në studio. Faleminderit shumë për kohën edhe për analizën. Faleminderit. Ndërkohë Mergoçi, kënaqësi do kisha në studio, kërkoj shumë ndjes se jem në limite tani më dhe uroj që në vijim të paktën një subjekt politik ta ketë përgjegjësinë për të ballafaquar me qytetar në formën e duhur. Me që është fundi sekondi fundit, edhe unë sekondin e fundit, ftoj Seli Berishën të kandidojë për kryetar bashkie e Tiranës. Ftesa hapur. Faleminderit shumë, kënaqësi do kisha në studio. Mirë, shkëputem për një hapësirë publicitare dhe rikthehemi sërish pas pak.